Mijëra shqiptar të instaluar në qytetin e Gjenevës prej vitesh, disa edhe prej shumë dekadash, nëse do i referohemi aktiviteteve artistike, edukative, kulturore, përveç në një mbrëmje muzikore, etnografike, folklorike, shumë rrallë kanë shansi të ndjekin një mbrëmje të fjalës artistike, apo të shijojnë një shfaqje komedie teatrale direkt, shqip nga një aktor profesionist shqiptar. Vetëm një aktor me përmasat e Mirush Kabashit mund ta kuptoj këtë dëshirë deri në nevojë. Vetëm një përvojë e tillë mjeshtërore artistike dhe mbi të gjitha njerëzore mund ta kuptoj këtë etje deri në dhimbje. Shfaqja e parë me Mirush Kabashin është marrë diku në janar vitit 2015 me shfaqjen e tij të parë të njohur, që ka korë sukses janë në botës, të zgjedhin kriteret të tilla ku nuk ka shumë aktorë dhe ku temat janë aktuale edhe për neve këtu. Kënaqësia e këtij aktiviteti që e kam parë dhe herë tjetër tek Kombet e Bashkuara ishte sepse sa herë që mund të shfaqej, aq herë do kishim dëshirë që ta ndiqnim. Dhe sigurisht Mirush Kabashi i madh edhe sonte me të njëjtën vepër ai solli një interpretim ndryshe. Realizoi një mision fisnik, human, kulturor dhe diplomatik pranë OKB-s. Ishte nder, bot një krahasim nga OKB-ja me teatrin e Gjenevës. Falenderoj komunitetin shqiptar të Gjenevës që na e dha këtë mundësi që për herë të dytë të ndjekim nga afër mjeshtin e fjalës Mirush Kabashin. Ky artist me thjeshtësinë e tij, modestinë, mirësinë e tij, diti të trokas, ashtu si mes qindra shqiptarëve anë mban botës, edhe mes atyre në Gjenevë, ku si dhurat, brenda një kohe relativisht të shkurtër, u solli 2 vepra teatrale. Më të vërtet më vjen jashtëzakonisht mirë që për herë të dytë në këtë sallë, po edhe për herë të dytë me Sokratin, mbas së shfaqjes që kemi dhënë në sallën e organizatës Kombet e Bashkuar. Mirush Kabashi, ky aktor unik, përmes artit të fjalës, përcolli edhe në Gjenevë ato mesazhe të mëdha që vazhdojnë të johojnë nga dhjetra e qindra skena anë mban botës, mbushur me shqiptar, se qytetarët duhet të reagojnë ndaj të gjitha padrejtësive, se turmat duhet të arsimohen që të bëhen të vetëdijshme dhe ata që do të bëjnë shoqërinë duhet të jenë të urtë, të mençur dhe të drejtë.